Ka pasi përqindje të madhe të njerëzve, të cilët nuk e donin Ramën. Po duke pak ta njerëz, nuk i votu. A këtu është ai defekti. Që këta se pranojnë. Nuk mund dali deputeti dhe thot, tjetë kush doje, kriminal dhe tjetë. Jem fushat, ditë fushatë. Nuk mund dali që ti thushti unë ta hejz varë. Nuk mundet. Se je gjë tjetër pra e opozitë, ti kërkon të marrësh pushtet. Jo, që fudullik. Nëse unë thash prap, unë ngelem nga e pjesa, qofse nuk thirret i kovund kombëtar për mua, nuk ka asgjë të rrezi pastaj. Pastaj se ikën Berisha, zgjidhet, bëhet, vi kush doj, ta marrë kush doj, po për mua boll tjeti gall, një garë hapur, tjeti garë e cila të pasqyroj vlera dhe kontributet e njerëzve, atyre që garojnë pak që marrin guxime me garu, po me çek kështu pastaj hajde me emrime, është e kot, pastaj s'ka nevojë as për kuvend, as për zgjedhje, as për gjë, caktoi një njeri atje dhe hajde më pafshim. Kaq. Pastaj a është X, Y, Z, se po ta vesh re, ju thoni për mendje emrin e Argitës. Ha? Apo jo? Pam. Apo isha gabim. Po. Jo, sakt. Ju përmendet emrin e Argitës. A ta marri Argita apo mos ta marri Argita? Unë pyetje më të thjesht nga ju do të përgjigjesha. Nërmjet Argitës dhe Flamurnogës. Kë do zgjidhni? Unë do zgjidhja Argitën. Flamurnoga është kamufluar. Argita është drejt për drejt pak. Dhe unë e di që është kjo. Ha? Po nëse Argita mund ta kundërshtoj Tiatin, Flamurnoga nuk e kundërshton dot. Dalim ke pjesa tjetër. Pra, e marr hipotetike këtë. Për ta analizuar, jo për ta bërë reale, po për ta analizuar. Ha? Pra, fëmia edhe mund ta kundërshtoj prindin. Mund të krijojë edhe një debat me prindin. Nëse si flet sot, do i marrë orë i natë, mas një orë do i flasi prap. Flamurnoga nuk e ka, Josefina Ptopalli nuk e ka këtë lloj tagri që të përplaset me Berishën dhe pastaj të flasi prap. Ja. A kupton? Pra, po tjetë për hipotetikisht, po tjetë kjo. Por, po të vinë me një program që të thotë për 3 muaj unë bëj këtë, dhe nëse nuk e bëj, unë largohem, le të vit më kushtoj, unë prandaj thash le të vit kushtoj. Nuk kam as si lloj gjëje. Nuk jam për kult individi. Jam për një njeri që të ndërtoj partinë dhe ta kthejë në shinat e djathtës, konservatore, të djathtës si herë dhe pastaj konservatore. Se dalë si puna asaj, Shqipëria madhështore, thash prita se jemi barkës. Ta ulim i herë, mos ne ta ngrem kom. E kupto? Unë jam ai që vjen thot me objektiv 1, 2, 3, sepse nuk mund të rish objektin ta kesh vite dritë larg. Sepse njerëzit janë plodhur valla. Dhe duhet të ecësh me mentalitetin e njerëzve që janë plodhur sot. Dhe kanë humbur besimin. Ta duhet të rikthesh besimin. Si rikthehet? Në këtë lloj forme kjo është alternativa ime. Të tjerët mund të kenë alternativa të tjera. Më të mira se unë i pranoj. Nuk kam asgjë, unë nuk them se imi është më e mira e të gjithave. Unë them, unë kam këtë alternativë. Unë jam reaksionar. Unë, si reaksionar, si konservator, unë luftoj me alternativë. Me kaos. Unë them, kjo është alternativa e zgjidhjes. Urdhë o burr. Ke ti një alternativë më të mirë? Hajde ta diskutojmë. Unë e pranoj alternativën tënde nëse është më e mirë. Por nuk mund të më bësh justifikim. Unë këtë s'pranoj, justifikimin se pranoj. Alternativën po, patjetër. Kështu që për mua nuk ka rëndësi fare se kush është. Për mua ka rëndësi tjetë një njeri. Pra, nëse janë 1, 2, 3 kandidat të kenë objektiva dhe programe të sakta. Po jo programe la. Objektivi sakt. Për 3 muaj për këtë, për 6 muaj këtë, bëj këtë, për këtë, bëj këtë, dhe zgjedhje lokale unë bëj këtë. Qofse vjen në këtë lloj, qofte dhe ajo Argjitat.
qofse të vjen me këtë, por qofse mas 3 muaj, por këtu duhet një kryesi tjetër, jo kjo, që është. Pra ne kërkoj këtë lloj kuvendit të Partisë Demokratike. Nuk e kërkoj pa qëllim. Se unë kam qëllimet e mia. Jo personale, të kuptoj me drejt. Por kam qëllime për zhvillu partinë. Qofse s'duan, pastaj mos ta bëjnë. Është drejtë e tyre, kam asgjë. Si kam kërku për 35 vjet absolutisht asgjë, dhe s'kam asgjë, për mua, unë u kam thënë edhe prapja u them. Unë personalisht I fitum jam. Pushkatim, s'ka interrim, s'ka gjë tjetër, për mua s'ka asgjë. Këta që duan pushtet, këta që duan këtë, duan me po e ndihmoj. Nuk duan me një gjuhë. Ta vazhdojnë si ta kenë qefin. Është e drejtë e tyre dhe kjo që mos ta dëgjojnë fjalën. Prapë e drejtë e tyre. Zoti Merkoçi, qofse ke kulti individit, jemi të mbaruar. Zoti Merkoçi, ju përmendët rastin e partive të lindjes, të cilat edhe janë shkërmoshur, po themi, ose kanë dalë jashtë tregut politik. Partia Demokratike a rrezikon që të shuhet në këtë drejtim? Sot është e shuar politikisht. Por duke pas parasysh numrin e madh të votuesve që e kanë votuar opozitën në tërësi, po Partinë Demokratike kryesisht, them se Partia Demokratike e ka mundësinë për të ringjallur, për të ringritur, për të vazhduar përsëri edhe për të kapur, sepse asnjë parti tjetër nuk e ka kauzën e të djathtës konservatore. Duke pas se ka strukturën, ka dhe edhe elektoratin, unë them se Partia Demokratike mundet me sforzo, mund ta bëj. Nëse do të vazhdoj kështu, pastaj, jeni të bindur që vitin tjetër, domethënë në zgjedhje lokale, nuk po them as 4 vjetësh, por as 2 vjetësh zgjedhje lokale do jetë zi e mëzi. Qofsha unë I gabuar. Zoti fal po. Të ndalemi pak te kryeministri Edi Rama, I cili ka marrë rreth 83 mandate. Ju e përmendët pak më parë rrezikun që sjell për vetë demokracinë dhe opozitën në Shqipëri. Në këtë rast, sa rrezik përbën Edi Rama për vetë demokracinë, por edhe për sistemin e ri të drejtësisë që mund ta përdorë si mash kundërshtarëve të vet politik? Jo, unë e thash është fatkeqësi kombëtare që Rama është kryeministër. Fatmirësisht e njoh qysh fëmijë se kemi qenë komshi. Dhe e di kapacitetin e ja di të gjitha. Por marrja e 83 mandate apo 84 mandate Ramën e bën të plot fuqishëm, duke nxjerr jashtë loje të gjithë politikën shqiptare. Pra të gjithë partitë, jo vetëm PD, por të gjitha. I nxjerr jashtë loje dhe ka forcën absolute në kuvend. Kjo është njëra anë. Ana tjetër, në Shqipëri nuk thash edhe herë, ajo fjalë demokraci ka filluar mos më pëlqej se po penetrojnë jashtë shumë. Kjo është një fjalë, nuk është sistem. Ktu, ajo që unë e kam thënë që kur filloi reforma në drejtësi, jam njeriu I vetëm I cili kam luftuar edhe kundër ambasadorëve, edhe kundër këtyne. Dhe kam thënë që ky nuk është, ne nuk duhet bëjmë reformë sistemin e drejtësisë. Ne duhet të ndërtojmë një sistem tjetër. Ky sistem ka treguar për 80 vjet, në gjithë historinë shqiptare. Ka treguar që sistemi parlamentar ka pjell diktaturë.